Këtë të shtunë, emisioni Personazhe në Fokus sjell një intervistë të veçantë me mësuesin e historisë, tashmë në pension, zotin Kristaq Mahilli dhe banorët e fshatit Krutje. Ata do të rrëfejnë historinë e shkollës së parë të mesme, e ngritur pikërisht në Krutje në vitin 1962 nga intelektualet dhe mësuesit e kësaj zone. Kjo ishte shkolla e parë e mesme e hapur në fshatrat e Shqipërisë, në zemër të Myzeqes, një zonë me tradita, kulturë dhe një histori të pasur. Krutja sot, pjesë e Bashkisë Lushnjë, është një fshat me rrënjë të thella kulturore dhe historike. Zhvillimi i tij ka sjellë në dritë breza të tërë intelektualesh, të cilët kanë kontribuar në jetën akademike dhe shoqërore të vendit. Duke u ndalur në këtë histori të pasur, emisioni Personazhe në Fokus ka zgjedhur të sjellë një episod të veçantë për këtë fshat, ku arsimi mbetet një nga shtyllat kryesore të identitetit të tij. Nëpërmjet rrëfimit të banorëve dhe arkivave historike, emisioni do të hedhë dritë mbi ndryshimet dhe përmirësimet e traditës në bujqësinë myzeqare, si dhe ndikimin që ka pasur krijimi i kooperativës bujqësore më 11 nëntor 1946 në zhvillimin e zonës. Krutja njihet gjithashtu për arritjet në sport, veçanërisht me skuadrën e volejbollit për femra 11 nëntori, e krijuar në vitin 1970, si dhe për pallatin e sportit dhe mini muzet që ruhen ende në shkollat e fshatit. Në këtë episod të Personazhe në Fokus, gazetari Ndriçim Gjoshi do të eksplorojë historinë e fshatit, duke sjellë dëshmi dhe kujtime të banorëve për të ndriçuar një realitet që ka mbetur i gdhendur në breza. Mos e humbisni. Ky emision do të transmetohet të shtunën ora 21 në televizionin Apollon.